Përshëndetje shikues të dashur, po takohemi si çdo të shtunë përmes emisionit E Jona Tok. Dritari kjo që rikthen vëmendjen aty ku nis gjithçka, tek rënjet. Edhe sot do të sjellim histori frymëzuese nga njerëz të zakonshëm, të cilët me punë për kushtim i dedikohen jetës në fshat dhe bujqësisë. Emisionin e nisim me rrëfimin e një gruaje të jashtëzakonshme, e cila ka ndërtuar një jetë të mbushur me pasion dhe punë të palodhur, duke u fokusuar në dy aspekte thelbësore të natyrës, bimët mjekësore dhe bletët. Kjo punë nuk është vetëm një burim i mjaltit të shejshëm, por edhe një kontribut i rëndësishëm në ruajtjen e biodiversitetit dhe mbrojtjen e mjedisit. Kultivimi i mjedrës është një tjetër element i rëndësishëm i punës së saj, duke plotësuar ciklin e natyrës dhe duke siguruar një burim të qëndrueshëm për bletët. Sfidat janë të pashmangshme në çdo rrugë të suksesit, por ajo i përballon ato me vendosmëri dhe guxim. Jemi këtu te parcela e zonjës Ilmie Bytyqe në fshatin Shashkovës të Prishtinës dhe faleminderit shumë për kohën. Ju falenderoj që keni gjetë kohë me ardhur më vizitu. Është kënaqësi gjithmonë me vizitu gratë suksesshme të vendit tonë. Për punën që e bëjmë, është shumë mirë ju që jeni ardhur me na vizitu. Vjen mirë. Atëherë këtu jemi te parcela e mjedrës, domethënë te e ki të mbjellta sa are me mjedër? 30 ari i kena mjedër të mjelta këtu. Ju që e pat, kena dhe lula bimjekuse, që i punojna aty, ka që 10 vite kena fillue më marrë me bimjekuse. Cila ka qenë është arsyeja që fillove më marrë me bimjekuse? Domethënë, ku të shtyu, çka u motivove me më marrë me to? Me bimjekuse, mas luftës, se pom që nisi një fillim mu njohuri mu bëhet e lulat, edhe fillum pe aty të filloj puna, po erdhe dhe suksesi. Mas punës erdhe dhe suksesi, se fillimin ja kena nisën shumë e pak me 2-3 ori, kena bëhe 30 ori lula bimjekuse, tashti 30 ori kena edhe mjetër. Po që të njëjtën kohë merresh edhe me perime, domethënë kultivon spec, domate, kundërnari, shumë lloj, jo vetëm me një lloj, me një produkt, po me shumë lloj produkte. I tregove që merresh me shumë lloje të lulave. Tregon pak a shumë cilat janë? Në parcelën teme i kam 4 lloj lula që tashti që janë të kultivune. Është mulla gazez, është shërbelia, trumsa edhe origano. Po ku e pa e dashur që është e përshtatshme nështë për tokën tonë me i mbjell gjitha këto lula dhe që me i shëndru me i përpunu në qajra? Fillimin kena punu me një kolege Havushe Bonjako, edhe jena të punu prap, jena në bashkëpunim me ta rregullisht për fillimit, edhe aja fillimin ma ka prezentu që pilula ka dobi edhe ka shitje, ka fite me tana, edhe ja kena fillu për atyhet, e tashte ja kena po që për avleke. Cilën lloj të lulave, qajrave e preferojnë ma shumë që e marrin, që e shati ma shumë? Po është trumza që miret krejt, se cila e ka atë vetin e vetë shëruse. Shërbelia ma është gjithçka, për ftufje, për infekcion të gojës, për infekcion të mrenshëm, për shumë lloj smuja që përdoret trumza edhe aja është një lloj lule që gati pitona lulave e ka fuqien ma të fuqishmen, edhe aja për qoja bëhet, edhe bëhet shumë e mirë që i shëron smujat, stresin, depresionin, pagjumësin, shumë lloj që asihen me to, edhe mullogën e zezë e kena aja është për mushni, për frymarrje. Shtugu gjithashtu është çaj që bëhet edhe aja është për frymarrje.
E patëm bërë pezmi që aty lullat e bordha si tufa, aty janë lloj, aty më lidhen spontan, edhe janë natyrë që millen jo të kultivune. Aty janë për ftufje, për infekcion dvorra, për gjithë shka, reuma që është, për kretë përdorën sikur çoja. Po, do të thënë të çmimet kur ke dalë për herë të parë në shtan treg, në shtan nuk e ke ditë se çish funksionon ajo puna dhe kujdesi që duhet dhënë, do të thënë krejt tokës tonë. Janë të mira çmimet edhe fitimet që i merr nga çajrat, po të njëjtën kohë tani flasim edhe për mjedra dhe për çmimet nuk janë edhe keq, nuk janë edhe shumë të mira. Po është një standard si në Kosovë mos që është, po është mirë. Mos mu nal, aja vjen një lloj fitimi një rrugë normale vjen, po është në puna që na që e kena gjetë veten si kona biznes, mos mu më varë për kërkojna, që kjo është ma e rëndësishmja. Se ndalëm në treg, kena punë me njerëz, kena bisedat ndryshme, i lidhëm sinxhirin njëri me tjetrin në treg atë që shkon, edhe bëhet qarkullimi i biznesit, qarkullimi i shitjes. Normal. E tona. Tash jemi këto te mjedrat. Po shija që kanë fillu shumë mirë edhe besoj edhe 2 javë edhe veç fillon vjeljen e tyre. Qysh ka nis në shtat kjo sezona, qysh nga fillimi i tokës, dhe më thamë përgatitja e saj? Për fillimit, këta mjedrën e kum fillu që 4 vite. Po. Se me lula ka 10 vite që jo morë, edhe tash e kum shti edhe këta në përdhem, ka që 4 vite që mirëm edhe mjedrën që e punojna. Fillimi fidanet i kum ble vetë, tukën e kena tekniken që e punojna, edhe tuka është e junja. Fidanet i kum ble vetë, fitimi është i mjedrës shumë i mirë. Çmimet lujnë ka pak, po ja del apet. Po, besoj që tash në kohët e fundit qytetarët po vedisohen nështa për konsumimin e mjedrës edhe frutave të emta. Do me thamë, pe din rëndësinë e frutave të emta. Qysh ka fillu nështa puna nështa edhe kjo sezona pranver-ver? A mendon që ngricat pranverore kanë shkaktu pak problem të mjedra, apo është mirë? Jo, të mjedra... Kushtet klimatike që po ndryshojnë? Po ndryshojnë kushtet klimatike, po këtyne do të mjënajtën shumë gati me preparate. I kanë atë lloj çdo 2 javë që trajtohen, shkaku i smuja, shkaku i qisajnë gjëtësijes. Gjitha janë aty i kena me shkrune, qenune i kena gjitha se i mojna dhe trajnimet. Edhe që me ditën zhvillimi i sojna se që shkanë, të erit vjen për finale. Sa herë i ujetni? I keni nështa pikën... Po, mi ujit e kena sistemin pik-pik, që bile këtë është lakështia që unë ujitën dje, që kjo pjesë është e mjaftueshme edhe sot nuk ka nevojë për mi vadit. Sa është ndihmes nështa sistemi pik-pik? Nështa atë den atëherë qysh keni funksionu në bujqësi, qysh keni punu me tokë. Tash ka ndalë teknologjia edhe pjo është një farë ndihmese shumë e madhe. Shumë e madhe është se unë mos me paskon sistemi pik-pik të mjedrën nuk kishe mojt me mojt. Mjedrën as lurin as një nuk kishe mojt, ashta një serë të vogël e kishe mojt, a këtë su një mon. Se ujitja dojtë me konën si nivel, se as nuk e dojnë këtë ujitjen shumë me konën atë, po edhe në gjethe nuk ban mjëra këtyne ujtë për shamull penalti që i vadit, se do të hënë gjethet. Sistemi pik-pik është shumë ndihmese madhe, aja është. Po e dashur, ke pas ndihmë nështa nga komuna apo institucionet tona, qoftë edhe për mjedër, po edhe për bimë mjekuse, apo edhe për ndonjë serë. Njëjtën kohë, zonja Ilmie merret edhe me bletari, i ka edhe 16 koshere. Blet i kum bë vetë, i kum ble vetë edhe jam ty u kujdesin vetë edhe i kum shtu vetë. Për mjedra, të gratë për gratë vëme, e kam një grantë që e kom marrë në frizin për tyne, për rujtjen e këtyne. Neve aja në ka hinë punë shumë, edhe në ka lecu edhe punën. Jo edhe që në ka hinë punë me rujt, po edhe mos mi po shpenzimet. Se qëte pika grumbulluse u domtojshin edhe u konë krejt një tjetër. Ta është shumë një ndihmese e mirë, edhe një përkraje shumë e mirë. Edhe të lullat bimë mjekuse, kena pasën për organizatat ndryshme, kena pasën përkraje. Për bimë mjekuse, për komunës, e kum pas një kultivator ndim.
për prashitjen e lulave që më mbajt. Ke nevojë nështë diçka tashmë, apo i ke gjitha, për makineri, apo... Nevojat janë gjithë, që mu zhvillu ma shumë, Po, normal, me urrit nështë që mu rriten si biznes ma shumë, qka të na përkrohen organizatat ose komuna, na veç zhvillume, nuk e nalëm punën. Po edhe në kështu, po është pak maset. Ka nevoj, po mirësh. Si ja del nështë me krejt të punë që i cekam që i banë? Nështë edhe sa është e vështirë si grua me punu në bujqësi? Me pas vullneti nuk është e vështirë, edhe ja del, edhe e gjanë kuhen për si cilën. Me kry punë të shpis. Të cila shkën të para kontrolan? Të cila vjen të mjedra apo të serat që i ke? Të gjitha. Dita jote? Dita jemi si që është, një kafe e qes, një qajt lullave e qes, se kafe nuk e përduri, edhe dalë serat sefte i këshyri këto, edhe atjetën serën e modë, shkoj i këshyri serat, a jenë të nevojshme për uj, edhe javqeli dyrt, se nuk po me asi. Për tyne, isha medrat ka nevoj për uj, miniher e bojna ujt edhe rrina 1-2 orë në të, i kryna këtë, tani miru me punë të lullav, tashti mo kërja, tharja, aty që shkan. E te foqia punëtore ka nevoj, se edhe punëtore nuk gjonë. Po, shumë e vështirë në shumë e vështirë, po na i kemë punëtore tonë, në sezon besa marë edhe punëtore, po ma shumë kena tëndë. A të ndimojnë familjarët? Besoj që për krajen e tyne e ki maksimum, për shkak që s'kishe mujtë nështë ta krejtë thomi më ri pa ndimën e tyne? Pa ndimën e familjes, as një biznes nuk mënesh me arrit. Edhe si mos t'jenë familja të organizun, biznesi nuk t'hecë. Cili është ka një mesazh për trinë tonë që nuk e dojnë bujqësin, nuk po dojnë mu marë nështë me punu tokën e tyne, po edhe të njëjtën kohë që ti dëshiron nështë dhe me rritë si biznes? Për rinin kisha thonë... Edhe për vajzat e reja? Edhe vajzat e reja, ju kisha preferue që mu marë kush ka tokë, mu marë me bujqësi, se është një punë e palashme, ju do këtë shtirë fillimi, po është e palashme, se organizosh edhe është e knasme me punu me lulla, me mjeder, me serë, është një punë e zhvillushme që nuk nin as lodhje. Kur të vjen këto, qështë bën mundi, nështë ta këtë kjo arritje jote? Mundi është, kur ta pajsh rendimetin që po hecë, një është shumë e knastë. Shumë se jo pa po... Se besoj nështë ta ka pas në i moment kur je zhgënjy, nështë ta dhe kun humbje? Po, në bujqësia i ka ramjen edhe ngritjen. Se ka njëherë në bujqësi mund din edhe me ra, se ta shimo edhe klima po ndikon shumë. Edhe kum ra në vitin e kalu një po para 2 vite, në mjetër vetë kum dështu, po nuk e kum lanë. A me dështu kum dështu, po prapo konë vullneti, po s'mi hjek. Edhe pse, trajnimet e gjitha i kum mojtë, po ju më shku me një dozë të lartë, të plenav. Nështë si ke ditë shumë njëhërit? Po njëhërit sa dohet, se që ata është e nevojshme, të dikush po shkojnë trajnime, nuk është si i dikret. Ishte nevojshme më shku në për trajnime, edhe mi marën gjitha njëhërit. Se unë vetë ju më shku me dozë të lartë, aja unë nuk u dëksha, qa që modhe që u rritë metra, të rendimet nuk të ka dhamë. Aja veç gjelbrim kur gjë. E ta është shkujna me një... Sasi ma të vogël edhe me pas rendiment të mirë. Unë të falenderoj shumë që i ndave këto, shumë falimderit e inshallah ki gjithmonë sukses.